Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton Rishtazi dhe sot të ftuar kam zoti Bekin Sali, zëvendës kryeministri i parë dhe ministër për çështje europiane. Sigurisht shumë çështje për të diskutuar, por pa diskutim me që po regjistrohet ky podcast në kohën kur ndodh protesta e studentëve, me siguri do ta fillojmë çështjen me këtë temë, por fillimisht faleminderit që je pjesë e këtij podcasti zoti zëvendës kryeministër. Faleminderit për ftesë. Desha ta filloj të jemi sinqert këtë podcast me pyetje tjera, me çështje tjera, po ndërkohë që po ndodh protesta nuk mundemi mos ta adresojmë edhe këtë çështje. Jemi duke bërë bisedën në kohën kur ndodh protesta, pra live në qendër të Shkupit është duke u protestuar. Si i komentoni këto lëvizje edhe këto kërkesa të studentëve? Si një politikan i ri i cili karrierën e tij politike ka filluar me protesta, mendoj se ndoshta jam më i thirrur për të pas mirë kuptim për atë që ndodh sot. Protesta është e drejtë demokratike, çdo qytetari për të shprehë pakënaqësinë, revoltën, mesazhin e tij në mënyrë publike për të sensibilizuar opinionin e kështu me radhë për një temë të caktuar. Dhe kam mirë kuptim për studentët, për arsye se ato janë e ardhmja jonë dhe mënyrën se si duan ta realizojnë një përcaktim të tyre, kërkesë të tyre ndaj politikave shtetërore. Njëra prej formave është edhe protesta. Mirë po në këtë rast kisha dashur thjesht për opinionin një informacion. Kemi komunikim me përfaqësues të studentëve dhe më herët kam pas edhe takime dhe i kemi njoftuar për mënyrën se si ne këtë çështje duam ta zgjidhim. Natyrisht kërkesa e tyre ka qenë të zgjidhet brenda një kohe më të shkurtë, por duke pas parasysh se kjo temë nuk është zgjidhur 22 vite dhe është trajtuar në mënyrë gjysmake dhe ka mbetur ashtu siç e kemi sot, që na krijon hapësirë për të komentuar në mënyrë të ndryshme dhe për të implementuar në mënyrë të ndryshme, na bën me dije se edhe aso kohë me siguri fokusi apo përcaktimi politik nuk ka qenë aq në drejtimin e zgjidhjes një herë për gjithmonë, si çdim ta themi. Në të kaluarën ne kemi pas dikun 6 ministra të një partie politike dhe një ministër një parti tjetër, po të njëjtit koalicion që nuk i dim rrethanat për çfarë arsye ka mbetë kështu ligji dhe sot po mundohemi ta zgjidhim që edhe studentët ta realizojnë të drejtën e tyre, po edhe ne si politikanë zoti zëvendës kryeministër, si do zgjidhet për shembull, që të jemi konkret, si mendohet të zgjidhet? Tani pse kjo pyetje lind një herë në mënyrë direkte për shkak të protestës që ndodh. Hajde ta sqarojmë çfarë hapash do ndërmerrni që të zgjidhet. Do të thonë kështu, ne për shkak se ka të bëjë me çështje juridike dhe unë nuk mund të them se jam më i thirrur për çështjet juridike për të zgjidhur. Mënyra më e mirë për ta zgjidhur një problem të këtill është të formohet një komision prej ekspertësh, të cilët e kanë dëshmuar veten edhe në të kaluarën se janë marrë me ligje dhe ndryshimet ligjeve të cilat i kanë tangu shqiptarët. Është një shprehje e famshme e Churchillit, nëse do mos të zgjedhësh një gjë, krijo një komision. Po, në këtë rast nuk është ajo. Për arsye se ky ekip e ka përfunduar ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në institucionet shtetërore dhe e kemi një të kaluar pozitive. Domethënë i njëjti ekip e ka zgjidhur edhe çështjen e edukatorëve, provimin për edukatorë në Qerdhe. Dhe ky është rasti i tretë, materiali i tretë i cili e trajton po i njëjti komision. Dhe duke pas parasysh se kanë qenë të suksesshme 2 iniciativat e para, unë nuk dyshoj se të i tretë tani ligjin për përfaqësimin të drejtë ende se kemi parë. Kështu që nuk e dim. Për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat nesër do të jetë në renditjen e qeveri dhe besojmë që
faza e fundit është në parlament. Kështu që dua të them që duhet ta shohim për t'i dhënë një vlerësim nëse është i mirë ose jo. Por të mbesim pak tek ligji. Sa kohë mendoni që do të marr puna e këtij komisionit për ta zgjidhur çështjen? Që t'u japim një përgjigje studentëve. Po me siguri do të jetë më shkurt se 22 vite. Okej. Kështu, domethënë për shkak se limiti ishte kohor të studentët. A ka mundësi ne provimin në seancën e ardhshme ta bëjmë në gjuhën shqipe, domethënë çdo nxitje lën pasoja gjysmake apo jep rezultate gjysmake ashtu siç na ndodh sot neve me provimin për jurisprudencë dhe provime tjera. Dhe ne kemi kërkuar që këtë çështje ta zgjidhim në mënyrën që kjo zgjidhje juridike, ligjore do të jetë bazë edhe për zgjidhje tjera që mund të paraqiten në të ardhmen. Nuk e dim çka mund na paraqitet dhe kjo merr kohë. Natyrisht janë ekspertë angazhuar në institucione tjera, kanë punët e tyre. Kjo është punë shtesë, është angazhim shtesë. Që ta kuptoj edhe unë edhe publiku, domethënë do ndërhyni te ligji për gjuhët, që do shkoj për te ligjit për jurisprudencën, kur thoni se do krijohet një ligj i cili pra do duhet të marr parasysh edhe situata të tjera në të ardhmen? Domethënë kështu. Ne kërkesën e kemi pas me kryeministrin bashkë drejt komisionit që të zgjidhet në mënyrën që mos ketë nevojë në të ardhmen të hasim në probleme të njëjta. Ajo vlen për jurisprudencën, po edhe provime tjera ose situata tjera të cilat mund paraqiten në të ardhmen. Se si do ta zgjidhin, është çështje e ekspertëve. Për arsye se e thashë. Jo, thjesht për ta sqaruar. Çështja me ligjin për jurisprudencën, për te ligjit në vetvete ose për te provimit, për provimin e jurisprudencës, në fakt u rishfash një debat për gjuhën shqipe nëse është dhe nuk është gjuhë zyrtare. Dhe kur ju flisni për krijimin e një ligji tjetër ose një ndërhyrje ligjore, të tjerët thonë se në fakt edhe ekspert po aq të nderuar thonë se edhe kushtetuta, edhe ligji aktual e lejon provimin e jurisprudencës. Po për ta lënë anash këtë aspekt, pyetja ime është, a konsideroni ju dhe kryeministri gjuhën shqipe gjuhë zyrtare? Shiheni. Domethënë kështu. Me miratimin e ligjit për gjuhën shqipe, ligjin e gjuhëve, po. Ka pas një afat 1 vjeçar për sinkronizimin dhe harmonizimin e gjitha ligjeve që kanë impakt, janë të ndërlidhura me ligjin për gjuhët. Dhe kjo nuk është bërë. Kjo nuk ka ndodhur. Ashtu. Po ajo dispozitë ligjore, më fal. Po ai në atë dispozitë ligjore, shumë mirë që e përmendet, thuhet në qoftë se nuk bëhet përshtatja me ligjet e tjera, vlen ky ligj. Pra vlen ai neni atij ligji në të cilin hapur thuhet se gjuha shqipe do duhet të përdoret në institucion. Tash kështu, është një nen aty, përsëri flas në aspekt të përgjithshëm. Është një nen aty i cili është diskutabil. Në të cilin Komisioni i Venecias ka dhënë vërejtje për gjyqësorin. Se në gjyqësor implementimi i gjuhës shqipe deri sot për fat të keq është 0%. Nëse një ligj nuk është i implementueshëm, atëherë nuk është në shërbim të qytetarëve. Tash. Po ne e dim që ka çështje e vullnetit, nuk është çështje e ligjit, se shiko, ligji ekziston dhe ligji nuk zbatohet. Nuk është çështje e vullneti, është çështje e kërkesës, nevojës gjitha procedurat juridike gjyqësore të implementohen në 2 gjuhësi. Po. Dhe kjo teknikisht në shtetin tonë nuk është e mundshme. Për arsye se kemi zona në të cilat nuk kemi asnjë banor shqiptar dhe kërkohet mbas ligjit për ta respektuar ligjin, kërkohet çdo procedurë gjyqësore të mbahet në 2 gjuhë. Po zoti zëvendës kryeministër, nëse bëni një aksident në Shqip, dhe duhet të dilni në gjykatën e Shqipit, pse mos të krijojë mundësi shteti të flas me ju edhe në Shqip? Absolutisht. Me atë që do të marrë një mekanizëm dhe tani ka teknologji, ka njerëz, ka mënyra përkthimi, edhe gjithë procedura të bëhet edhe në gjuhën shqipe. Pse ky shtet mos t'i flas shqiptarit edhe në gjuhën shqipe? Të drejtën për përkthyes e ka. Po jo për te përkthimi. Është çështje e mbajtjes seancës në gjuhën shqipe. Do thënë,
çështje e seancës duhet të siguroni gjykatës, prokuror, i cili e flet gjuhën shqipe në shtyp në këtë rast, në strument. Ja, nuk është rasti ashtu, sepse nuk mundet gjykatësi të kërkojmë ne të mësojnë gjuhën shqipe nëse nuk e di. Është procedurë në të cilën do duhet të mbahet 2 gjuhë. Nuk është me përkthim. Po. Do të thonë është procedurë në 2 gjuhë. Dhe këtë çështje ne tani ekspertët janë ata të cilët do duhet ta japin fjalën e fundit dhe unë besoj se do të ketë një vendim i cili është i bazuar edhe në të drejtat, edhe në obligimet e qytetarëve ndaj shtetit. Dhe njëherë përgjithmonë do ta zgjidhim këtë si temë, ashtu siç kemi zgjidhur edhe shumë çështje tjera, të cilat kanë qenë gjysmake, pa definuara, të definuara në mënyrë gjysmake, të lana me mirëkuptim politik e kështu me radhë, dhe çdo ndrim i pushtetit sjell edhe pasojat e saj, siç e themi ne në gjuhën popullore, që terreni minuar për shkak se diçka ka funksionuar në bazë të marrëveshjes politike, po jo në bazë të ligjit. Dhe kjo njëherë përgjithmonë jam i bindur se do ta zgjidhim, për arsye se 2 herë kemi zgjidhur. Tash është hera e tretë. Dakor, që ta përmbyllim këtë çështjen e gjuhës. Ligji aktual i gjuhëve në disa raste nuk zbatohet. Ky është problem apo jo? Si mendoni ju? Institucionet, a nuk do të duhet ta zbatojnë ligjin ashtu siç është? Kanë obligim të zbatojnë. Për atë arsye kemi inspektoratin, kemi agjencionin i cili e ndjek punën e ligjeve, dhe definicioni 20% dhe nevoja për përkthim, këtu hasim në pengesa, dhe këtë kemi edhe në komunikacion, për shembull. Në komunat ku ka më pak se 20% shqiptar, tabelat nuk janë shkruara në Unë dje udhtova prej Strugje për në Shkup dhe të gjitha tabelat në Tetov dhe në Gostivar, ku do duhet të ishin shqip, që paralajmëron që ka kamer për shkak të Safe City-t, asnjëra nuk është shqip. Pra nuk ka shqip edhe në zonat ku shqiptarët janë shumicë. Kjo frym reflekton një lloj mos durimi, mos pranimi të përdorimit të gjuhës shqipe nga klasa politike sot, sidomos maqedonase. Dhe prandaj edhe një çështje siç është ligji për provimin e jurisprudencës merr dimension përtej. A nuk pajtoheni që ka një narrativ që tash vlerësoj përdorimin e shqipës? Në fakt, shifeni, këtë që e thoni ju është çështje e komentimit dhe implementimit në bazë të bindjes, dëshirës, vullnetit, kështu si e komentoni ju. Jo, prandaj u pyeta, është ligji, a duhet ta zbatojmë ajo ligjin? E gjithë ajo duhet bazohet diku në ligj. Për arsye se çdo vendim për të shkruar një tabel, një dokument, kështu me radhë duhet bazohet në ligj. Por ndryshe ka penale për te. Apo ka dënim. Përsëri zotëri kryeministër, tabelat më përpara ishin në shqip dhe kur viren të reja nuk viren më edhe në gjuhën shqipe. Tani ju thoni që ata që janë vënë më përpara kanë qenë kundër ligjore. Ata u vunë pikërisht si një moment për shkak të përdorimit të këtij ligji të gjuhëve që quhet, që nuk është eksplicite, që nuk përmendet gjuha shqipe, për të cilin pranojmë, unë opinioni e thotë që do duhet të ishte qartë, shkoqur, që bëhet fjalë për gjuhën shqipe, por ligji në vetvete lejon një përdorim të madh të gjuhës shqipe, dhe ne për momentin, duam apo se nuk duam, duhet ta pranojmë që kur ka mundësi, ministra, drejtor, nuk e di, zyrtar të tjerë, në qoftë se krijohet mundësia, e heqin gjuhën shqipe. E heqin nga tabelat e institucioneve, e heqin nga vulat. Kjo ka ekzistuar në ligj, zotë zotëri kryeministër. Kështu, domethënë, mos harrojmë se mos implementimi një ligji, mos respektimi një ligji ka pasoja edhe politike edhe gjyqësore. Po askush s'po merr pasojë për mos. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu, për arsye se në disa raste jemi dëshmitar të gjithë për disa tabela që ishin vëndu një kohë në afër kufirit të Bllacës dhe brenda ditës u ndryshua. Domethënë ishte lëshim teknik i kompanisë e cila ka realizuar punën dhe ne i marrim masa, domethënë ne nuk mos t'japim mesazhe se s'ka kush e mbron gjuhën shqipe, s'ka kush e mbron interesat e shqiptarëve. Ne jemi pjesë e koalicionit qeveritar dhe këtu kemi marrë përgjegjësi të gjithë ne për të implementuar intereset e komunitetit shqiptar fillimisht dhe pastaj intereset e shtetit tonë. Kështu që
nuk kisha dasht të hapen gjithkohës komente dhe diskutime në nivelin se nuk respektohet se deri dje ishte, po tash nuk është. Nuk është ashtu. Domethënë, në disa raste kemi dëshmuar se nuk ka qenë ashtu, po mirë, e kuptojmë ne. Janë lëshime teknike momentale që i zgjidhen me njerë. Okay. Ja, kjo është ajo, nëse ju thoni që janë lëshime momentale dhe do të zgjidhen, është një çështje tjetër. Absolutisht. Nëse ne shohim në vazhdimsi zyrtar, ne i kemi parë ministri i drejtësisë, një drejtor tjetër atje e heq gjuhën shqipe, vetëm se i kujtohet, e heq nga vula, këtë nuk mundet mos reagojmë. Kjo fare nuk më intereson mua si gazetar apo qytetarit, nëse kjo përputhet me një naracion të një partie tjetër politike ose jo. Sepse të drejtat edhe jotja edhe imja shkelet, e të dyve bashk, zoti Zëvendës kryeministër. Zanafilla e krijimit problemit është te definicioni për 20% e shqiptarëve. Dhe këtu është lanë shumë hapësirë për të komentuar ministri i cili nuk don ta ketë gjuhën shqipe, të komenton në formën ka të drejtë të flasë dhe shkruan ministri shqiptar, po unë nuk e kam obligim. Po nuk është ashtu në ligj. Këto sende duhet definohen. Dakor, unë jam shumë i lumtur edhe unë edhe krejt që të definohen. Nazim, sikur që kemi zgjidhur shumë probleme deri tash, ashtu vazhdojmë të zgjidhim. Nuk kemi marrë mandatin tash. Dakor. Prandaj jemi këtu edhe prandaj po ligjet janë. Po, shteti, ligjet janë materie të gjalla në të cilat asnjëherë nuk arrihet fundi. Do të thotë gjithmonë do të kemi tema dhe probleme për të zgjidhur, për fat të keq. Unë këtë kam thënë disa herë dhe mundohem ta përsëri. Ne po merremi me temën e njëjtë për 35 vite. Pikërisht. Dhe një nga obligimet e mia që e ndjej si detyrim për këtë shtet, për shqiptarët, është njëherë për gjithmonë këtë temë duhet ta zgjidhim në mënyrë që mos të lëjmë hapësirë që të hapet përsëri. Okay. Ja kështu, a ka kryeministri i Maqedonisë dëshirë dhe VMRO-DPMN-ja ta mbyll këtë çështje një herë për gjithmonë? Përshtypja është, të jemi sinqertë, që nuk ka. Prandaj po a bëj pyetjen direkt. Unë si Nazim, si gazetar, duke ju njohur nga përpara, duke ju njohur veprimin politik, jam i prirur të besoj që ju doni të zgjidhet. Nuk ka dilemë. Nuk ka shqiptar në Maqedoni që nuk do që kjo çështje të zgjidhet. Por rrethanat momentale, ajo çfarë shohim, krijon këtë dyshim. Prandaj pyetjen po e bëj përsëri direkte. Kryeministri i Maqedonisë, VMRO-DPMN-ja, ka dëshirë ta zgjidhë çështjen e Shqipës një herë për gjithmonë? Koalicioni qeveritar nuk është bë në bazë të dëshirave. Është marrëveshje politike. Janë përcaktime politike të 2, 3, 4 partnerëve të koalicionit, me të cilat këta partnerë duhet ta zhvillojnë bashkëpunimin e tyre brenda një mandati 4 vjeçar. Dhe këto janë përcaktime, pa marrë parasysh dëshirën, vullnetin, ndonjëherë nuk ka vullnet ndoshta për ndonjë temë të caktuar, po është zgjidhje e cila do duhet bëhet patjetër. Domethënë, fokusi jonë është që këto probleme t'i zgjidhim një herë për gjithmonë. Si do të shkon? Jemi duke shku hap mbas hapi. Domethënë, e ceka ligjin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Për herë të parë bëjmë ligj. Kjo do rregullohet dhe këtu nuk ka hapësirë për dyshime. E dyta, provimi për edukatorët në qerdhe. Edhe ajo u bën në gjuhën shqipe. Provimi për administratorët është bën në gjuhën shqipe. I kemi pej më herët, provimin për dhe janë një sër profesionesh të cilat janë zgjidhur. Dhe tash vazhdojmë një nga një, kështu të zgjidhim problemet. Pra ju thoni që kryeministri Mickovski dhe VMRO-DPMN do të angazhohen që çështja e gjuhës shqipe të zgjidhet një herë për gjithmonë. Domethënë, nuk është çështje dëshire, pra e thatë, por për shkak të marrëveshjes që e keni, kjo do të dëshirat i plotësojmë në ambiente private. E kuptova. Por, do më thënë, ju thoni që ai do të angazhohet që kjo çështje të mbyllet. Pra do të pranoj të... Ne të gjithë jemi të angazhuar që të zgjidhim problemet të cilat janë të hapura për 35 vite. Dakor. Krejt në fund për këtë çështje,
a mban vlenin ndoshta pak përgjegjësi zoti zëvendës kryeministër që çështja e gjuhës u rikthye, jo thjesht vetëm me provimin e jurisprudencës, sepse në fillim zyrtarët të vlenit thoshin që nuk ka një ligj për gjuhën shqipe, që gjuha shqipe e thonin sidomos nuk është zyrtare, madje edhe kryeministri Albin Kurti e tha këtë, e thoshte edhe zoti Taravari, apo pavarësisht lëkundjeve që ka pasur në ngadalja në për koalicione, dhe praktikisht u alejoi apo një shumicë maqedone ose një kategorie të zyrtarëve maqedonas me lehtësi tash vlerësojnë gjuhën shqipe. Mbani përgjegjësi për këtë? Mund t'ju përgjigjem me pyetje? Po, okay, nëse mund të ka ligj për gjuhën shqipe? Ka një ligj për gjuhët, i cili lejon përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha rrafshet e shoqërisë. Dhe aty nuk ceket askund gjuha shqipe. Dakor, po ceket kështu. Më fal, zoti zëvendës kryeministër, cila gjuhë flitet më shumë se 20% në Maqedoni? Varet në cilin nivel. Në të gjitha nivelet, super. Në nivel shtetëror? Në nivele lokale. Jo, në nivel shtetëror? Jo, kështu. Do më thonë kështu, Nazim, për shkak korekcisë, për shkak të opinionit, ne duhet të flasim në gjuhën e cila është korekte për të dy anët në këtë rast dhe për opinionin. Ligj për gjuhën shqipe nuk ka. Për fat të keq. Në ligjin për gjuhët nuk përmendet as pak askund gjuha shqipe. Por thot gjuhën të cilën e flasin mbi 20% të banorëve, që nuk kupton, supozojmë, nëse në regjistrimin e ardhshëm paraqiten, nuk di, bullgarët, malazezët, kroatët, mbi 20%. Mbi 20%. Edhe ajo do të jetë edhe ajo gjuhë do të jetë e treta, që lën hapësirë nëse eventualisht trendi i ikjes banorëve shqiptar nga vendi jon, ashtu siç ishte në të kaluamën, shtohet dhe numri eventualisht në regjistrin e ardhshëm mund të bie, ne rrezikohemi si shqiptar, si shtet formues në këtë shtet, që mos mund të flasim shqip, mos mund të shkruajmë shqip. Dakor. Domethënë, nuk ka ligj për gjuhën shqipe, ka ligj për banorët të cilët janë mbi 20%. Shqyqyr Zotit që jemi mbi 20% dhe nuk jemi të rrezikuar. Në komunën e Shutori Zarit është gjuha rome, në komunat e tjera janë gjuha turke, që në esens nuk ka asgjë të keqe. Shumë mirë, nëse bëhet kjo që thoni ju, se këtë e duan shqiptarët prej nga pavarësia e Maqedonisë, e kam thënë dhe publikisht që në fakt të mbyllet njëherë për gjithmonë, të thuhet qartë gjuha shqipe. Domethënë, ne punojmë në drejtimin që ta zgjidhim njëherë për gjithmonë. Dakor. Po e mbyll këtu se për këtë aspekt. Ju jeni zëvendës kryeministri parë, por jeni dhe ministër për çështjet europiane. Një temë po aq delikate për Maqedoninë e Veriut, me gjithçka çfarë ndodh për këtë çështje. Zoti zëvendës kryeministër dhe ministri i çështjeve europiane, a duket sikur Maqedonia ka hequr dorë nga integrimet kur dëgjon kryeministrin kur thotë që duhet të bëhemi gati që integrimi mund të zgjasë edhe më shumë se 10 vjet? Deklarata nuk ka qenë kështu në mënyrë të prerë, domethënë kam dëgjuar për shkak se mënyra se si deklarohet dhe si pasojë e çka i është thënë ajo deklarat, duhet ta kemi të qartë gjithë për arsye se deklarata ishte në formën nëse ekzistojnë këso lloj kushtëzime duke aluduar në pengesat të cilat në vazhdimsi i bën fqyr jonë Bullgaria, fqyr lindor. Maqedonia e Veriut asnjëherë nuk ka qenë me dinamik më të lartë të procesit të integrimit sikur që është tash. Këtë them me dëshmi, për arsye se në procesin e integrimit ton, shtetit ton, ne jemi një pako e 6 shteteve në Ballkanin Perëndimor. Dhe në këtë rrugtim, domethënë në këto 6 shtete,
unë mund të them lirisht, se tash raportin të cilin do ta marrim nga mesi i prillit, jemi në atë grup, në grupin e shteteve që shtym përpara, hecim përpara, Malizi është numër 1, ne me siguri do të jemi shteti i dytë dhe 4 tjerë janë mbas nesh. Nuk i pas parasysh gjitha problemet e mbrëmshme me të cilët ballafaqohet qeveria e Shqipërisë. Për disa tema jemi shumë para. Do të them për disa tema, mirë po ka tema në të cilat për fat keq në 20 vitet e fundit, për kur kemi filluar të flasim për integrim, nuk kemi bë asnjë lëvizje. Ashtu, po. Dhe përderisa s'kemi bë asnjë lëvizje, kjo qeveri është 1 vit e gjys funksional. Nuk mund të presim që brenda natës duhet të bëjmë gjitha këto adaptime që të jemi shteti më i favorizuar, më i zhvilluar, që i plotëson gjitha kushtet e integrimit e kështu me radhë. Okej, cilat janë fushat që punohet tani aktualisht për shembull? Për çfarë punoni ju aktualisht, nga cila nga klasteret të cilat duhet t'i përshtas Maqedonia, po punohet për momentin që të parafrohet shteti sa më shpejt drejt Bashkimit Evropian. Do t'ju pyes për kushtetutën më vonë. Kështu. Sundimi i drejtës është fokusi më i madh. Për arsye se pa drejtësi të konsoliduar, pa drejtësi e cila i plotëson kushtet dhe është e sinkronizuar me ligjet të cilat funksionojnë, janë aktual në Unionin Evropian, nuk ka integrim. Do të thënë kjo është në atë klasterin e parë fundamentale, në të cilët kyçen të drejtat e minoriteteve, sundimi i drejtës në shtet, procedurat juridike, emrimi i gjykatësve kështu me radhë, dhe kemi të bëjmë me një palet, me një pako të ligjeve të cilat nuk janë të lehta, nuk janë sigurisht aq thjeshta edhe për t'i miratuar, për shkak se ajo duhet të ketë implementim nesër. Nuk është vetëm adaptimi dhe vetëm përkthimi i ligjeve duhet me vite. Dhe kjo është fokusi ku ne punojmë intensivisht. Ministria për çështje evropiane është koordinator i institucioneve. Ne koordinojmë detyrat të cilat mirën, i shpërndajmë në institucione, e mbikëqyrim procesin se si ata punojnë, i përkthejmë materialet dhe i dorëzojmë pastaj në Komisionin Evropian. Dhe kjo është kryesisht detyra jonë. Natyrisht këtu ka më tepër, domethënë zhvillimi i ekonomisë, konkurenca e kështu me radhë, po sundimi i të drejtës është pika kryesore, me të cilën lufta kundër korrupsionit. Gjitha këto janë. Kur përmendni pikërisht pjesa për sundimin e ligjit është më e vështira dhe sigurisht edhe merr më shumë kohë për zbatim. Kjo ka qenë praktike edhe për shumë shtete, duke ndjekur integrimin e Bashkimit Evropian me vite të tëra, me gjithë ndryshimet, po konfirmoj se është pikërisht ashtu siç thoni ju. Por kur bëjmë reformën e drejtësisë, ka pas kritika të mëdha që në fakt qeveria ka ndërhyrë shumë në drejtësi, në mënyrën se si zgjidhen institucionet. Tani kemi së fundmi njerëz që kanë qenë pranë kryeministrit, që kanë hyrë dhe kanë marrë tituj ose poste në institucionet e drejtësisë, siç ishte këshilltari i kryeministrit dhe kështu me radhë. Kur shikon çështje të tilla, a mendon që në fakt vetë e minojmë këtë moment ku përsëri me emrin për të krijuar një sistem të drejtësisë të pavarur, i cili duhet, i cili nuk ka besim, kretedim apo historinë, në emër të kësaj në fakt përsëri instalohen ndikime politike. Pajtoheni që prandaj edhe mund të lindin dyshime se përsëri politika po ndikon tek institucionet e drejtësisë? Tash kështu, edhe pse nuk i kam këtu informacione që i thoni këshilltari i afërm, i ngjyrosur politike, kështu me radhë është emru, kjo ka ndodhur. Dhe mund të ndodhë përderisa nuk janë ligje të sinkronizuara. Mirë po, detyra jonë sot është që këto ligje në të ardhmen t'jenë pengesë, t'jenë filtr, apo t'jenë edhe arsye, sigurie për Unionin Evropian edhe për qytetarët, se nuk do të mundet, më thonë ndoshta mundësit do t'jenë me përqindje shumë tullët, që me sugjerim të një strukture politike, nuk di,
grupi, lobby, NGO e kështu me radhë, të propozohet një emër i cili nuk është i duhur për aty. Për shkak se ngriten kriteriumet, mënyra e zgjedhjes, Pra duhet të presim edhe më shumë kohë që nuk do të presim shumë kohë. Të krijohet kjo. Ju siguroj se nuk do të presim shumë kohë, për shkak se jemi duke punuar në këtë drejtim. Do të thënë janë ligjet të përpiluara, janë të adaptuara, përkthehen, dorëzohen, kemi vërejtje, na i kthejnë vërejtje, do të thënë i adaptojmë përsëri, për shkak se standardet evropiane jo gjithmonë përputhen me mundësitë reale në shtetin tonë. Dhe këtu janë ato diskutime që na marrin kohë shumë. Përkthimi një ligji, dorëzim, analizë, pas 2 muash, vërejtjet të cilat na japin dhe hapen tema për të diskutuar që të gjejmë gjuhë të përbashkët me të cilën ne do të plotësojmë përsëri kriteriumet, por nuk do të jetë blanko përkthimi i ligjit që por përshtatje me praksë. Mund t'ju pyes edhe shumë për këtë çështje zoti zëvendës kryeministër, por koha nuk na premton. Ndoshta do të bëjmë një intervistë tjetër direkt vetëm për çështjet europiane. Ku realisht duke ndjekur me vite që në momentin kur Maqedonia dhe vendet e tjera u bën asociimin e gjithë ato emërtimet, në fakt ne kemi probleme serioze. Por nuk mundem mos ta pyes çështjen e ndryshimeve kushtetuese. Për një arsye të vetme, sepse nuk ka ndodhur zyrtar ndërkombëtar, diplomat, të cilin e kam takuar personalisht si gazetar këtu dhe në Bruksel në këtë periudhë, i cili nuk e thot hapur që në qoftë se Maqedonia nuk e ndryshon kushtetutën dhe nuk pranon bullgarët në kushtetut, vendi nuk do të shkojë përpara, kush e di çfarë reformash të tjera të bëhen. Në fillim të mandatit tuaj, ju premtuat se për 6 muaj do të fillojnë proceset për ndryshimet kushtetuese, pastaj këto deklarata ndryshuan dhe tani së fundmi kur dëgjojmë zyrtarët e përfaqësuesve të vlenit, në fakt është bashkuar me logjikën e kryeministrit dhe VMRO-DPMNE-s. Do të bëhen ndryshimet kushtetuese nga kjo përbërje parlamentare? Kështu. Ndryshimet kushtetuese janë kusht për të filluar procesin e integrimit. Procesi i integrimit ka filluar para 20 vitesh. Mirë po, si kusht nuk është i vetmi, po është shumë i rëndësishëm. Jo, është i vetmi, për shkak se në këtë mënyrë është i vetmi në këtë moment për të filluar hapjen direkte ku do të çlirohen edhe shumë fonde ku Maqedonia do të mund të ketë akses direkt. Pra, Maqedonia erdhi në momentin e fundit, në mbledhjen në të cilin ne ishim në Bruksel etj, ku praktikisht në qofse bëhen ndryshimet kushtetuese nuk ka më para kushte, por janë vetëm kushtet e plota direkte për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Deri tani kemi pas para kushte. Prandaj është e rëndësishme. Mirë, po kështu e komentoni ju. Jo, unë. Kështu janë ligjet këtu. Këtë e thon zyrtarët, këtë e thot ambasadori i Bashkimit Evropian, këtë e thot Marta Kos, këtë e thon të gjithë. Nëse ju thoni se me ndryshimet kushtetuese na hapen shumë fonde, me procesin e integrimit hapen fonde. Dhe si parakusht i kësaj janë 135 pikë të cilët ne duhet t'i adaptojmë. Kemi afat deri në fund vitit 2028. Dhe kjo është një dinamikë e cila është miratuar në vitin 2022. Ne kemi marrë obligime, kemi bërë marrëveshje, kemi thonë në rregull, në fakt më falni, 2024. Dakor. Dhe ne kemi thonë, pajtohemi që këto 135 ligje, akte nënligjore, gjitha adaptimet të bëhen deri në fund të vitit 2028. Me dinamik 6 muajor, çdo 6 muaj kemi targetet të caktuara mbi të cilat punojmë. Plani aksionar, në të cilin është edhe ndryshimet kushtetuese për të hyrë bullgarët në kushtetut, është ajo akti final me të cilin ne këtë proces do të ta përmbyllim. Dakor. A e bëjmë në fillim? Dakor. A e bëjmë në fund? Është çështje politike, është çështje e përgatitjes opinionit, kadishmërisë politike, marrëveshjes me fqinjtë tanë, që kjo do të jetë
ajo pika e fundit me të cilën si fqinj që kemi obligim të mbajmë raporte pozitive, të mira, përkrahase për rrugën tonë integruese. Nëse kjo miratohet, natyrisht se ndryshimet kushtetuese teknikisht nuk janë të vështira të realizohen nëse ka parapregaditje të tipit për mbushje e gjitha këtyre 135 pikave dhe natyrisht edhe ndryshimi kushtetues nuk është i vështirë për të realizuar. Është çështje vullnetit politik. Por vullnet politik duke pas parasysh se edhe fqinjet do duhet të kemi komunikim në ndonjë lloj niveli politik me të cilin japin mesazhin se përkraja nga bullgarët do të ekzistojë. Okay. Ashtu siç kishim ne temë të hapur me Greqinë, me të cilën ne jemi dëshmitar se nuk kishte lajme ku nuk hapeshte tema emri Maqedonisë, dhe sot ne nuk flasim për problem me grekët. Mirë po ishte marrëveshje me të cilën ndryshimi i emrit ishte integrim në NATO, natyrisht duke hequr veton Greqia. Në këtë rast presim që edhe Bullgaria thotë, unë si fqinj do t'ju respektojmë, do t'ju përkrahim në integrimin evropian. Po ata e thonë këtë. E thonë çdo zyrtar bullgar e ka thënë. Nuk i kam dëgjuar. Ja zoti zëvendës kryeminist, ata thonë kështu. Ne ju përkrahim, ju kemi njohur të parët, ne jemi me ju. Duhet bullgarët të hyjnë në kushtetut. Tani, çështja e bullgarëve në kushtetut nuk është një çështje e marrëdhënies së Maqedonisë me Bullgarinë, është një çështje e marrëdhënies së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Pra është në dokumente të cilat Maqedonia e Veriut ka pranuar si shtet që pretendohet që është serioz se do të implementojë një marrëveshje me të cilin e kanë nënshkruar me Komisionin Evropian. Marrëdhënia Bullgari-Maqedoni sigurisht që është e rëndësishme, por në këtë moment për këtë çështje ka të bëj direkt mes Shkupit dhe Brukselit, jo mes Shkupit dhe Sofjes. Padyshim. Është obligimi një marrëveshje në bazë të propozimit francez. Po. Siç rodhi i gjithë historia, po. Por a duhet të kemi një lloj komunikimi me bullgarët? Duhet ta kemi. Patjetër. Nuk ekziston për momentin. Okej. Nuk ekziston komunikim dhe do duhet disi të gjendet mënyrë e komunikimit fqinjësor dhe përkraje nga në bullgarëve, dhe unë jam optimist se kjo do të ndodhe, por arsye se politika do të ndryshojë. Shpresoj mbas zgjedhjeve në Bullgari që do të mbahen diku nga fundi i prillit, nëse nuk gaboj, apo fillimi i majit. Dhe pas asaj presim dhe shpresoj që do të ketë një qeveri më europiane dhe do të jetë e fokusuar në integrimin rajonal të Unionit Evropian, jo vetëm e Bullgarisë, dhe besoj që do të kemi edhe një atmosferë më pozitive për të komunikuar dhe për të zhvilluar bashkarisht këto raporte të mira ndërfqinësore. Në minutat në fund dua t'ju pyes në lidhje me krizën që është globale për shkak të konflikteve që ekziston, dhe sigurisht kjo reflektohet edhe në ekonomi edhe në çmime. Megjithatë, duke marrë parasysh se krejt çka ndodh, a nuk do të ishte më mirë që Maqedonia e Veriut ishte pjesë e Bashkimit Evropian, që me gjithë ndryshimin gjeopolitik që po e vërtetojmë, po jetojmë, duke qenë pjesë e një komuniteti më të madh, në fakt do mbrohesh më mirë, qytetarët do të jenë më të sigurt? Kështu. Për informimin tuaj dhe opinionit, Maqedonia e Veriut është pjesë e Unionit Evropian në aspektin e sigurisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Domethënë nuk ka një lloj politike e cila në aspektin e sigurisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar që është në kundërshtim me Unionin Evropian, dhe vetë ne më herët jemi integruar në këtë sferë. Kështu që na mbetet pjesa politike, domethënë adaptimit ligjeve kështu me radhë, për ndryshe në aspektin e sigurisë ne jemi pjesë, natyrisht edhe si antare e NATO-s jemi pjesë një aleance më të gjerë të sigurisë, kështu që në këtë aspekt nuk ka ndonjë rrezik. Europa disi
ka filluar të ndahet nëse është me presidentin Trump, me Shtetet e Bashkuara apo më tepër me Bashkimin Evropian, duke qenë në një pozitë të tillë që jo direkt në Bashkimin Evropian, nga ana tjetër aleate e fuqishme e Shteteve të Bashkuara. Si e shikoni këtë pozicion të Maqedonisë? Do të duhet të pozicionohet të marrë vendime më direkte për fjala bien për konfliktin e Iran, që është i fundit, se për atë në Ukrainë pak a shumë qëndrimet janë dhënë më herët? Domethënë kështu, ne partner strategjik për shumë tema, siguri, ekonomi, e kështu me radhë, i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu nuk ka dilemë. Domethënë këtë e kemi deklaruar gjithë kohës, dhe kështu do të jetë. Me Unionin Evropian kemi marrëveshjen e bashkëpunimit dhe jemi pjesë partneriteti strategjik për siguri dhe politika ndërkombëtare. Kështu që ne nuk shohim ndonjë dallim brenda këtyre dy aleancave, unioneve, që do duhet ne të themi tash këtu jemi pak me këtë, më tepër me këtë tjetër. Nuk ndihet ai presion që duhet të marrësh. Nuk kemi edhe nevojë, nuk ka dhe asnjë lloj ndarje. Edhe pse në opinion deklaratat ndoshta janë në kundërshtim, mirë po politikat janë të njëjta. Dakor. Vendimarrjet janë të njëjta. Kur përmendi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Zëvendës kryeministër, pse asnjë ministër shqiptar nuk do të shkojë në takimin që do të zhvillohet në Washington, siç janë paralajmëruar vetëm 6 ministra të gjithë Maqedonas. Si e shikoni këtë? Ka komente të ndryshme në fakt. Më vjen keq. Më vjen keq që keni këtë lloj konstatimi. Ministri Durmishi është në Drejt. Dakor? Është aktualisht atje. Kështu është paralajmëruar. Dhe pjesë e këtij delegacioni është ambasadori i ardhshëm në NATO, që është për herë të parë shqiptar, ish ministri i integrimit evropian apo i çështjeve evropiane, Orhan Murtezani, dhe është pjesë e delegacionit, është drejtori i Nomagas, zoti Nedim kështu që nuk është e vërtetë se s'ka përfaqësues shqiptar. Pse ju nuk jeni? Edhe ministër, edhe drejtor dhe ambasador i NATO-s. Nedim Rama, Nedim Rama, po. Nedim Rama kërkoi ndjesë për këtë. Dhe në delegacionet ku ka vizitat për çështje strategjike të bashkëpunimit, duhet të jenë përfaqësues të cilët kanë tema me të cilët kemi ne bashkëpunim strategjik. Kjo është përgjigje. Ka shqiptar. Si Zëvendës kryeministër i parë, do të kishin dashur shqiptarët të shohin dhe juve. Nëse e hapim temën, për shembull, këtu mund të themi 50% i delegacionit është shqiptar. Dakor. Kjo është një përgjigje e gjitha asaj dileme, pavarësisht edhe konstatimit që ndoshta apo edhe mbështetësit tuaj do doni të shihni edhe juve, kryeministri dhe Zëvendës kryeministri i parë. Por gjithsesi ju e dhatë përgjigjen, ndonjëherë ka të bëjë me çështjet e temave për të cilat çështja e temave është, përndryshe unë si Zëvendës kryeministri i parë dhe përfaqësuesi i qeverisë i dyti në nivelin e rangimit, natyrisht nuk do të kisha asnjë pengesë për të qenë atje, mirë po kemi obligime të cilat do duhet t'i kryjmë, dhe për fat mirë nuk kemi as të prirë vetëm për të bërë PR dhe propagandë se shkova, u takova. Po, njerëzit kanë përfundimisht kanë nevojë më shumë për përmbajtje se sa për. Kjo është e vërtetë dhe kjo është vleni real. Domethënë edhe ministri Durmishi nuk ka bërë asnjë postim për të thënë mos bëni propagandë se unë jam në Amerikë, jam pjesë e delegacionit, as ambasadori i NATO-s nuk tha unë jam pjesë e delegacionit. Po këtë çështje e lan teme propagandës është ata që i besojnë, do të vazhdojnë të besojnë. Por si edhe nëse nxjerrni foto do thonë po e keni bërë me AI. Nuk montazh është këtu me radhë. Nuk do thomi ata nëse keni shkuar. Po absolutisht delegacioni është me 50% do raportohet për atë që do keni shkuar. Ne nuk kemi një media as unë që mbështesim propagandën e rreme apo krijojmë informacione të cilat janë të bazuara për këtë. Unë mbaj përgjegjësi për vete, të tjerët e din vetë. E përmendet vlenin zoti Zëvendës kryeministër, sigurisht që ka qenë një temë e madhe, do bashkohet, nuk mundem mos t'ju pyes kur mund të shihet bashkimi përfundimtar dhe si e shikoni ju rolin tuaj? Për momentin jeni kryetar i një partie apo
Por si e shikoni veten tuaj në të ardhmen në strukturën e Vlenit? Me 9 maj e kemi caktuar datën kur do të mbahet kongresi i parë i Vlenit dhe gjitha këto dilema që janë zhvilluar brenda 2 vite e gjysmë pe kur kishim fillu hapat e para dhe gjitha e propagandë që bëhet gjithkohë se nuk do të munden këta as 2 muaj të durojmë bashkë kështu me radhë. I kaluam 2 cikle zgjedhore, kishim rezultat të mahnitshëm pozitiv për ndryshimin, u bë ndryshimi i shumë pritur edhe në nivelin qendror edhe në nivel të komunave, bashkëpunimi vazhdon ende, grupi parlamentar është funksional, nuk dihet aty kush nga cila parti ka ardhur, të gjithë e ndjejnë veten vlen, ministrat, bashkëpunimi me zëvendës ministrat është në nivelin e duhur, kështu që me 9 maj e kemi caktuar kongresin e parë të themelimit Vlenit dhe kështu do të vazhdojmë më tutje, natyrisht siç është opinioni i njoftuar, disa pozita janë marrë në aspektin e organizimit brendshëm, ka shumë punë për të bërë. Po ju personalisht, përderisa u tha se do ketë 2 bashkëkryetar, ju megjithatë jeni kryetari i një partie me poste të rëndësishme në qeverisjen aktuale, kryetari i parlamentit, ju me një post të rëndësishëm dhe zyrtarët e tjerë, do pranoni që nuk do jeni bashkëkryetari i Vlenit. Çfarë roli do keni? Po nuk është patjetër ta kemi emrin. Po. Prandaj u pyes, me çdo kusht. Si e shikoni në strukturën e partisë vetën? Është diskutuar shumë kjo çështje, nëse ka 2 bashkëkryetar, a mund të jesh zëvendës kryetar apo këso lloj formulimesh, të cilat unë mendoj se më shumë plotësojnë ego se sa efikasitet, për arsye se nëse jeni efikas edhe jeni sekretar edhe nëse jeni nënkryetar, ju do të jeni efikas përsëri. Ajo varet për performancës personale që e keni ju si njeri i cili është formu politikisht dhe me çfarë bagazhi keni ardhur në politik, keni ardhur për të kontribuar, keni ardhur për të ngrit, për të plotësuar në një lloj ndoshta ego. Unë jam operu për kësaj çështjes organizative, gjatë kohë nuk kam qenë as kryetar as nënkryetar. Në rregull, po prandaj po ju pyes, domethënë do e shihni megjithatë veten në një organ të lartë partijak. Edhe brenda organizimit më të hershëm politik i kam ushtruar gjitha detyrat, kryetar degje, sekretar organizativ, sekretar general, nënkryetar partie, ushtrues detyre. Asgjë nuk më ka bë bekimi tjetër. Dakor. Domethënë, unë mendoj se kam qenë konzistent i njëjti në dhënien e mesazheve politike, në krijimin e politikave brenda organizatës politike, ashtu siç është krijuar atje, tash do të krijohet në vendin tjetër, në Vlen, dhe do të jemi pjesë e vendimmarrjes, kontributit, domethënë do të mundohemi që ta arsyetojmë besimin për arsye se veç ma jemi kreator të politikave ne. Pikërisht. Nuk jemi aktivist politik. Këto pyetjet për Vlenin, këto çështje është sekretar general apo do të isha nuk di, nënkryetar për çështje XY nuk do të ndryshonte shumë. Po përveç detyrës me të cilën këto çështje dalin në pah, personalisht pajtohem me ju, nëse keni rënë dakord të krijoni një strukturë, duhet të krijoni, gjithmonë do ketë një kryetar, 2 kryetar dhe tituj të tjerë, por ne shohim zyrtar si Fatmir Limani, Arben Fetaj, të cilët kanë dhënë sinjale të ndryshme. Për shembull, zëvendës kryeministi tjetër nuk është në opinion prej kohësh. Nuk dihen se çfarë do ndodhin, kështu që këto tensione vinë edhe nga vetë brenda jush. Nuk është që opinioni detyrimisht i fryn, si më thënë, ose i argumenton. Praktikisht kemi dëgjuar konstatime të tilla. Çfarë do ndodh për shkakun me ato me 2 zyrtarët që ja i përmenda, se dihet që ka pasur një lloj këndvështrimi tjetër për mënyrën se si do duhej të zhvillohej të Vleni. Kështu. Domethënë, është e natyrshme të kemi këndvështrime të ndryshme. Dhe unë gëzohem kur ka kundërshtime. Për dallim nga një mendësia e cila nuk jep kurrë rezultati, kundërshtimet gjithmonë japin rezultat. Qoftë ajo edhe me
tërheqje momentale, nuk di pasivizim, ndrim të pozitave, kështu me radhë, për arsye se vizioni kryesor i Vlenit është t'i bashkoj shqiptarët. Dhe në vete ngërthen edhe parti politike, edhe organizata jo zyrtare politike, po edhe individ të cilët kanë ndikim shoqëri. Kështu që ne kemi pas edhe kandidat pavarur, edhe kandidat në zgjedhjet lokale të cilët për herë të parë janë kyçin politik. Dakor, po Fatmir Limani, Arben Fetaj janë zyrtarë të lartë të qeverisë tani. Qëllimi i Vlenit është ti unifikoj, ti bashkoj shqiptarët. Pa marrë parasysh çfarë forme vinë, me çfarë kërkesa, me çfarë kontributi vinë, domethënë për gjithë ka vend. Ne kemi dëshmuar këtë punë. Dhe me këtë pyetje paraprakisht që ma parashtruat, duam ta japim mesazhin se nuk ka rëndësi ku je. A emrohesh sekretar, nënkryetar, zëvendëskryetar, bashkëkryetar e kështu me radhë, nuk ka shumë rëndësi. Ka rëndësi çka do kontribojsh, çka do japish dhe çka mund të marrësh prej kësaj organizate që nesër të mbartish një detyrë të caktuar publike, siç është në këtë rast pozita ime dhe apo e dikujt tjetër në ekzekutiv. Nuk mund të komentoj qëndrime individuale të bashkëpartiakëve, për arsye se mund të jenë qëndrime momentale, mund të jenë për shkak të riorganizimit të Vlenit. Unë e di se skepticizmi ka ekzistuar shumë, domethënë shumë në nivel shumë të lartë ka ekzistuar skepticizmi se a do të bëhet Vleni dhe me çfarë qëllime bëhet. Kam has në shumë situata ku ka pas paragjykime në formën nëse shkon në këtë pozitë, ti je i sigurt se nuk do të kesh ndikim apo nuk do të mundesh. Që nuk pajtohen për shkak se ajo është çështje organizative edhe individuale ndonjëherë. Dakor. Po ju si zëvendës kryeministër, keni komunikimi, besoni Fatmir Limani dhe Arben Fetajt sot? Në çfarë aspekti ti besoj? Në aspektin e punës që bëjnë, në aspektin e angazhimit të tyre. Pra, diskutimi për Vlenin është një, por në qoftë se ka divergjenca në kuptimin ose një lloj përplasje brenda, atëre a janë ata pjesë e strukturës së Vlenit aktuale si ministra? A i kryen detyrat e tyre? A koordinoheni bashkë? Domethënë kështu, përderisa janë në pozita, ato mbeten pjesë e strukturave të Vlenit në të cilët ata i kryen detyrat e tyre. Kjo është ideja, po. E dini se zëvendës kryeministri për politika të mira, zoti Arben Fetaj ka qenë bartësi i procesit, i ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Do të jetë nesër në seancë, do ta mbrojë? A do të jetë apo nuk do të jetë, nuk ka shumë rëndësi nesër. Domethënë është çështje se ligjin ai e ka udhëhequr gjithkohës dhe nesër ne lëshojmë ligjin pe qeverisë si propozim i qeverisë drejt parlamentit. Kështu që kontributi i asnjërit nuk mund të mohohet. Dakor. Pa marrë parasysh, siç e thash edhe më herët, ndoshta divergjenca momentale janë disponime, debate, mund të jetë debat më i nxehtë apo më argumentues, mirë po. Po, ju thoni se ata detyrat i kryen, keni komunikim pavarësisht një lloj dallimi që mund të ekzistojë. Se divergjenca është vetëm pasuri. Nuk asnjëherë nuk është kundërshtim dhe ndarje, mirë po, tash fundja fundit ne të gjithë kemi drejtën të pozicionohemi, jemi pjesë e diçkajt apo të rriqemi. Dakor, do t'i pyesim edhe ata nëse do vazhdojnë të jenë pjesë e Vlenit jo në forma që ju e shpjeguat, pavarësisht se çfarë mund të jeni. Kretë në fund vetëm edhe dy pyetje, kolegët më thonë që studentët një lloj rikthimi tek ajo debati, megjithatë ju kërkojnë përgjegjësi ndaj jush, sepse ju keni premtuar se në fakt do t'i nënshtrohen provimit në Shqip pa një ligj të ri. Ke një koment për këtë? Kjo është sapo ndodh, domethënë, pavarësisht se ky regjistrohet, po këtë kanë thënë, edhe unë domethënë thjesht prandaj po e bëj pyetjen. Kështu. Ideja është në komunikimet që keni premtuar se do t'i nënshtrohen provimit në Shqip me ligjet aktuale që janë, jo me një ligj të ri që pak a shumë e sugjeruat në fillim. Nuk mund të ketë ligj të ri për jurisprudencën. Ligj i ri, për shkak se ekziston ligj. Jo, po një ligj i ri që do të lejoj dhënien e provimit në gjuhën shqipe. Unë nuk kam
domethënë asnjë komunikim me studentët nuk kam premtuar ligj të ri, por kam thënë që do të bëjmë çmos që ju ta jepni provimin e gjuhës shqipe. Dhe kështu do të jetë. Okej. A është ligj, a është adaptim, a është Dakor. në çfarë forme ekspertët grupi punës do të caktoj se në çfarë forme do të bëhet kjo. Po, atë që sqaruam. Mirë, po i qëndrojmë asaj që e kemi thënë. Dhe kretë në fund, zoti Bekim Sali, zëvendës kryeministër i parë, ministër për çështjet europiane. Për çfarë do të kishit dashur t'ju mbaj mend publiku, opinioni, shqiptarët, kur do të mbarojnë këto mandate dhe këto poste? Çfarë do të kishit dashur të thoni që ja unë me këtë post, në këtë gur, në këtë kalaton, këtë gur e vura, dhe do të kisha dashur të mbaj mend? Ajo që e thash edhe më herët, po punojmë intensivisht që këto tema njëri për gjithmonë t'i mbyllim. Forma se si do të bëhet, si do të arrijet kjo. Jemi duke punu që unë kisha dash shumë që t'jem nesër një qytetar i cili në të kaluarën ka qenë në një pozit ku ka kontribu tema 35 vjeçare të përmbyllet. Pa marrë parasysh subjektivizmave individuale, grupore, politike, duam, s'duam. Për arsye se ne individualisht mund duam shumë sende, mirë po institucionalisht nuk mund t'ja mundësem vetes, apo diçka tjetër nuk e duam as pak, mirë po për shkak politikës rrethanave do ta pranojmë të vërtetën dhe kontributi im dhe angazhimi im është në këtë drejtim. Për shkak se pozita im imponon këtë, nuk mund të merrem me fokus 100% për çështje më të vogla ligjore, edhe pse çdo ditë kemi tema me të cilat ne merremi si ekip që jemi në kabinetin tim. Mirë po, kjo është fokusi më i madh. E shohim se këtu lindin gjithë kohës disa keqpërdorime të cilat edhe opinioni manipulohet, shpeshherë propagandës, domethënë bëhet një propagandë me të cilën zhvillohen tema të nevojshme, të duhura, mirë po përsëritet e njëjta. Dhe kur e shihni se ka një temë që nxirret nga sirtarët në momentin kur i duhet një strukturë politike, kjo nuk është e drejtë edhe ndaj popullatës për të cilën ne ekzistojmë. Dakor, po ju thoni se do doni të mbajeni mend si një nga zyrtarët që kanë mbyllur këto çështje që me vite në fakt do të kishim dashur të ishin mbyllur. Sigurisht do t'ju ndjekim edhe do gëzohemi nëse kjo arrihet. Uroj të jetë ashtu. Zoti Bekim Sali, sinqerisht faleminderit që ishe pjesë e kësaj bisede dhe këtij podcasti. Unë faleminderit juve që na e mundsoni hapësirën mediatike për të treguar atë që bëjmë edhe me problemet me të cilat ballafaqohemi, po edhe zgjidhjet e mundshme që mund të dalin si rezultati i asaj, për arsye se opinioni meriton të jetë i informuar burimisht, domethënë. Dhe do t'ju ftojmë përsëri. Do të jemi në komunikim të vazhdueshëm, absolutisht unë jam i hapur për gjithë gazetarët, por për fat të keq apo të mirë nuk di si ta definoj, agjenda e ngjeshur. Sigurisht edhe gazetarët kanë dhe s'kanë mirë kuptim, por kështu ka qenë gjithmonë me ju, me zyrtarë të tjerë dhe me siguri kështu do të jetë. Në qoftë se ekziston dëshira, gjithmonë do të krijohet hapësira. Ju faleminderit shumë edhe një herë. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim këtë bisedë me zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin për çështje europiane Bekim Sali. Sigurisht do të vim sërish me ju deri atëherë, mirupafshim.